çka realisht në rast se bëhet një marrëveshje politike për çështjen e presidentit, Lumira Abdigjiku, a mund t'i garantoj në tavolinë 15 votat e LDK-s? Po. Mundet me garantu edhe votën e Hikmetës, edhe votën e Abdullah Hotit dhe të tjerëve. Edhe të Lutës. Edhe të Lutës. Krejtve. Na kemi pas një proces politik që është, le ta themi kështu, betejë e Lumira Abdigjikut me kuvendin e LDK-s ka qenë betejë e tij për votbesim. Po. Për shka njerëz të tij të ofërt, kërkesa e tij, janë ulën të ikën mas shpine. Kërkesa e tij ka qenë. Po dhe? Ka qenë kërkesa e tij. Përballja me përgjegjësi për shkak të rezultateve zgjedhor e ka çu deri në kuvend. Ai proces është mbyll. Dallimi që ka dalë mes mënyrës se si më dhon votbesimi është ai që ka mund mu lexu si ndamje e momentit, po momentin që lexon rezultatet zgjedhore në LDK mbyllet ai proces. Ne jemi në grup parlamentar bashk, jemi në organet e LDK-s bashk, e kemi një deklaratë që e kemi miratu, deklaratë e përbashkët që ka me fillu zbatimi shumë shpejt, e që shkakton reformat mëdha. Reformat mëdha strukturore, në zakonisht kur preken njerëz, mandej preken edhe probleme tjera, po ka me pas lëvizje edhe angazhim jashtëzakonisht madh këto kohë që po presim, por le ta përkthejmë kështu për me kuptu. Kur e lyp një fajtor, kur së në gjenë një fajtor, atëherë ndonë fajnë me krejt. Kjo është parim. Kuvendi LDK-s nuk e ka kërku një fajtor, me vot besem, e ka shpërnda fajnë për rezultat zgjedhor. E ka shpërnda? E ka shpërnda. Përgjegjësin. Zoti Abdigjiku ka po kërkesën vetë, sekretari i LDK-s, akti i tij me 28, pranimi i rezultatit zgjedhor, dalja e LDK-s me rezultat zgjedhor, marrja e përgjegjësisë edhe kërkesa për vot besim, është çështje që e ka ballaveçuar me 355 burra e gra kuvendin e LDK-s, ka qenë betejë e tij e drejtë për drejtë, është rasti i ri në LDK-s, sepse në LDK ku ka dhënë dorëheqje njerëz. Kanë shku. Por kërkesa e tij që dorëheqja e tij me shku në proces vot besimit është kategori statutare, ka kalu në vot besim msheft. Kjo është ajo që ju mund ta çuni tash dallim në mes autoriteteve, por... Dallim mes autoriteteve është edhe sepse është sekret publik, ditë se kush e ka mbështet publikisht me degë që e ndalë kanë bo statuse që e mbështesin, në ndërkohë delegatë e asaj degë nuk e kanë mbështet. Pra dijen, njërës të afert. Por nuk e di pse do të më lexu ndryshe, kjo është vullnet politik. Po, është vullnet politik. Njerëz e shprehin. Unë për shembull jam për manifest politik. LDK-ja ende nuk e ka shëru periudhën post-rrugoviste, post-independente, që do që e quni, se ka shëru. Neve na vyn një marrëveshje e madhe politike me përballu procese deri në normalizim, i cili na çon drejt rikthimit të madh. Është provu prej Fatmir Sejdiu te Isa Mustafa, prej Isa Mustafës te Lumira Abdigjiku tash, por na vyn parimisht nuk besu këto, por kur vjen në ballafaqe me një kërkesë e cila është politike e mandej në organet brendshme bëhet rregull statutare, sepse është kushtetuta e LDK-s është statuti i saj. Kur e ballafaqon vetën, ky është ballafaqim, prej manifestit në vot besim është dallim shumë i madh.